Je po aq i bukur sa mënyra si i trajton të tjerët. Në një botë të fiksuar pas filtrave dhe paraqitjes së jashtme, kemi harruar një të vërtetë themelore. Bukuria e vërtet nuk qëndron në sipërfaqe. Kalojmë orë të tëra përpara pasqyrës duke inspektuar çdo pore, duke kritikuar çdo rrudh. Mbrapojmë pas prirjeve të fundit të bukurisë duke shpresuar se do të na bëjë të ndihemi të denj. Por ja si qëndron e vërteta. Asnjë sasi grimi nuk mund të fshejë një zemër të akullt. Asnjë veshje firmator nuk mund të maskojë një sjellje të shëmtuar. Bukuria nuk është vetëm për të kthyer kokat, është për të prekur zemrat. Bukuria është në mënyrën se si i sheh, dëgjon dhe çmon të tjerët. Është në mirësinë që i tregon arkëtares që po kalon një ditë të vështirë. Është në durimin që shfaq ndaj kolegut në telashe. Është në dashurinë që derdh në marrëdhëniet e tua. Ky lloj bukurie nuk zbehet me kalimin e viteve. Nuk largohet natën si qiqet kostumi apo grimi. Përkundrazi, kjo bukuri rritet, bëhet më e fortë, më rrezatuese me çdo akt dëmshurie, me çdo akt të njerëzishëm. Kështu që herës tjetër, kur të shikosh veten në pasqyrë, mos kontrollo vetëm pamjen tënde. Kontrollo edhe sjelljen tënde, sepse tipari më tërheqës që mund të kesh është mirësia.